Gjatë kontrolleve intensive në territor nga toka dhe ajri nëpërmjet përdorimit të dronëve, si dhe bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, shërbimet e Komisariatit të Policisë Mjerdit, Komisariatit të Policisë Kurbin dhe Seksionit për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të Policisë Lezhë goditën 3 raste të kultivimit të bimëve narkotike. Si rezultati i veprimeve policore, shërbimet e Komisariatit të Policisë Mjerdit arrestuan një shtetas 21 vjeçar banues në Durrës, pasi gjatë kontrolleve të kryer në fshatin Sheshaj të Mjerditës u kap duke u kujdesur për 222 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa të kultivuara në këtë zonë. Seksioni për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të Policisë Lezhë në bashkëpunim me specialistë për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Kurbin arrestua në flagrancë një tjetër shtetas 47 vjeç banues në fshatin Laç Kurbin, pasi u kap duke u kujdesur për 151 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Kurbin arrestua në flagrancë gjithashtu një shtetase 44 vjeçe, pasi në lagjen Rahu i Pashës në Laç u gjetën 63 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa, për të cilat dyshohet se kujdesej ajo. Bimët narkotike të konstatuara u asgjësuan me anë të djegjes. Materiale proceduriale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme.